kur i bëjmë këto analizat edhe përgatitjet për zgjedhjet lokale, debatet që do t'i bëjmë e tjera, dini ne fillojmë shumë më herët miq, duke i mbledhur, duke i bërë analizën e performancës, duke bërë numrin e investimeve. Natyrisht gjëja e parë që unë analizoj është se sa investime janë bërë brenda një mandati, edhe u befasova këndshëm kur pash investimet në Podujev. Sa kishin shkuar kryetar për një mandat? Ku 200 milion euro, po, 250 aty pari. Përafërsisht jemi mbi 200 milion euro në total investime që jemi bërë për këtë periudhë kohore, dhe besoj që jemi prej komunave që kemi pas fatin e jashtëzakonshëm që të realizojmë një varg projekte të rëndësishme në dobi të qytetarëve tanë. Në këtë mandat, po se po, ndër komunat me më shumë të investime, por do të krahasoj tash ndër vite me mandatet e kaluara edhe të komunave tjera, por natyrisht të e pas parasysh edhe buxhetin që ka komuna, duke që do të kapni një shifër bukur të madhe të investimeve, kështu nëse e shohim në projekte. Çfarë mundsoj, çfarë bërit mundur? Si po mendoj cila që formula sipas teje, se E para sidomos mandatin e parë, ta shtoj si koment, sidomos mandatin e parë nuk është që kryetarët bëjnë shumë investime, e kanë pak me hezitim. Përvoja ndoshta nga e kaluara apo në qeverisë komunale. E para neve nuk na ka munguar përvoja në kuptim të qeverisë lokale, për arsye se dihet pak a shumë në kuptimin e punës. Unë po e thra dikush kryetarin, kam përshtypjen derisa ta ndal. Nga viti 2000 dhe në vitin 2007 në kam udhëhequr drejtorinë e arsimit dhe kam qenë jashtëzakonisht mirë i familiarizuar me hallet edhe problemet e komunës Podujevës në përgjithësi. E dyta, një ekip me të cilën kam punuar, cila ka qenë angazhuar maksimalisht gjatë kësaj kësaj periudhe kohore, dhe e treta, kemi qenë për atyre komunave që ju kemi nejt gati projekteve, hartimit projekteve dhe çdo aplikimi ynë, çdo konkurrencë ynë që ka qenë me projekte konkrete të harmonizuara mirë, edhe të përgatitura mirë, dhe si rezultat i saj domethënë kemi pas mundësi të mirë, potencial të mirë që qoftë në kuptim të donacioneve, të cilat i kemi sjellë, qoftë në kuptim të financimeve që mbon nga niveli qendror, domethënë ta shtyjmë përpara me projekte të caktuara konkrete. Vije mirë, në fakt si keni marrëdhëniet me ujësjellsin, më janë ankuar nga Sibovsi për, kanë thënë që është hap para disa ditësh, kanë mungesë edhe të presionit të ujit, por është hapur ndërhyrja, ka mbetur ashtu e hapur. A hasni shpesh në ankesat të qytetarëve me papërfundimin e punëve nga ujësjellsi realisht? Që ne po bëjmë përpjekje maksimale që të rrujmë raportet mira me gjitha ndërmarrjet publike, qoftë me ujësjellsin, qoftë me ndërmarrjen e pastrimit, sepse në kompani regionale dhe të cilat normal kryejnë shërbime edhe në komunat tona. Ujësjellsi deri tash në bazë të një bashkëpunimi të mirë që kemi pas me ta, kemi arritur të realizojmë një varg projektesh. Projekti i fundit është aktivizimi dhe vënia në punë të gypit Fi 400 në rezervuarin kryesor të qytetit Podujevës, i cili dukshëm e ka përmirësuar furnizimin e qytetarëve me ujë, po edhe projekte tjera të cilat po financohen qoftë nga ujësjellsi, qoftë nga niveli ministror qendror, ndërsa ka pak edhe neglizhenca në kuptim të dëmeve të cilat shkaktohen, sepse zakonisht gypat janë në afërsi të rrugëve, dhe zakonisht kur ka pelcitje të atyre gypave, normal duhet me intervenu shpejt, dhe sigurisht që të po dëmtohet infrastruktura rrugore. Mirë, po është një marrëveshje mes ujësjellsit dhe komunës që ato do me të reparohen, edhe pse jo ndoshta gjithherë me intensitet të njëjtë kryen ato punime, dhe shpesh mbesin të ma gjatë kohë të papërmbyllura, por po bëjmë përpjekje që bashkarisht i koordinojmë këtë punë që mos kemë probleme të tilla. Mirë, dhe më kanë telefonuar sot për një çështje shumë të ndjeshme, realisht nëse mund ta verifikoni gjatë ditës, është duke u bërë një investim në një fermë mes fshatit Ballave dhe Gërdoc, kështu më kanë thënë. Banorët vetëm duan dinë se ka leje dhe po respektohet distanca me shtëpitë që janë afër. Është pak problem i komplikuar ky, marr parasysh edhe shtëpitë zakonshëm nuk janë të
urbanizuara dhe me leje, por nëse mund vetëm ta verifikoni, natyrisht pa dashur asesi që të pengojmë biznesin, se e thash edhe më herët, në fakt ne inkurajojmë sa më shumë investim në ferma gjithandej në fshatrat tona. Që gjithçka që duhet kryhet, normal nuk ka logjik që të ndërtohen ferma dhe të mos ekzistojnë leje të ndërtimit. Sigurisht që zyrtarët kompetent të inspektoratit janë në terren dhe do t'i analizojnë gjithë ato, do t'i shqyrojnë gjithë ato dhe unë jam i bindur që çdo gjë do të shkojë sipas rregullave dhe konform rregullave edhe rregullatives ligjore në fuqi. Prandaj nuk mund të zhvillojnë aktivitet një biznes nëse nuk është konform rregullave ligjore. Dhe unë besoj që diçka e tillë duhet jetë edhe në atë pjesë, edhe pse drejt për drejt sakt nuk e di situatën si mund të qëndrojë atje. Mirë, besoj do ta verifikoni gjatë ditës. Faleminderit kryetari, ishte kënaqësi që ju pata drejt për drejt. Për të mira, për të Ishte mira. kryetari i Podujevës Shpëtim Bullishi drejt për drejt këtu tek adresa e ankesave. Nuk e di këtë